Shkodra është rikthyer edhe këtë vit në qendrën e muzikës për fëmijë. Në skenën e teatrit Migjeni, çeli siparin edicioni 64 i festivalit mbarkombëtar të këngës për fëmijë, një brinqarjeve artistike më të rëndësishme në vend. 15 krijime muzikore të interpretuara live nga artistët e vegjël u ngjitën në skenë në natën e parë, duke sjellë spektakël, energji, ngjyra dhe emocione. Performancat u karakterizuan nga larmia e tematikave dhe cilësia artistike, duke dëshmuar nivelin e lartë të talenteve të reja që po rriten në skenën muzikore shqiptare. Dirigjenti i festivalit, Ermir Zoga, vlerësoi interesin në rritje për këtë aktivitet, duke theksuar se mundësia që fituesi të përfaqësojë Shqipërinë në Junior Eurovision Song Contest ka sjellë një dimension të ri për festivalin dhe ka rritur konkurrencën mes pjesëmarrësve. Si vjet ka pas një konkurrencë shumë të madhe, qysh në hapat e parë para se të kualifikoheshin këngë, dhe këto 30 këngë janë zgjedhur nga shumë këngë të tjera. Prandaj nuk kishte si të kishte ndryshe, përveç se që të gjitha këngët kanë emocionin e tyre, shumë të këngë shumë bukur. Jam shumë i kënaqur që këto fëmijë do të jenë e nesërmja e muzikës. Pavarësisht se sot janë në kori, por duke i njohur nga afër, unë besoj që ato do të jenë e ardhmja e muzikës. Interesi i festivalit mbarkombëtar ka qenë gjithmonë i lartë, por fakti që Eurovisioni i fëmijëve erdhi në Shkodër, kjo ka qenë peshë realisht, sepse janë përfshi shumë edhe gjeografikisht, si më thënë, janë përfshi shumë pjesëmarrja, dhe interesi i fëmijëve patjetër, synimi aty ku dojnë të rrinë, patjetër që ka të bajnë. Atmosferës festive ju bashkuan edhe fituesja e edicionit të kaluar, Kroni Pula, si dhe antarja e jurisë së fëmijëve, Eden Dani. Ndjem shumë mirë. Se di si ta shpjegoj këtë emocion, po thjesht ta them në një fjalë, ndjem shumë mirë. Janë shumë të bukura të tëra këngët, të tëra 15 këngë. Mos keni emocione, thjesht jepini, s'ka humbë, s'ka vetëm fitor. Për me kanë pjesërisë, edhe pse është edhe më thjesht për me kanë konkurrim, është shumë bukur për me dëgju tan talentet edhe prurjet e reja. Tana këngët janë veçanta në mënyrën e vet. Janë tonë shumë simpatik, kanë një rol shumë të lezetshëm secili për tyre në festival dhe kjo gjë që më pëlqen më shumë. Vetëm suksese dhe këshilla jame që është gjithmonë këshilla më e rëndësishme është që vetëm me shiu. Festivali do të vijojë me natën e dytë konkurruese, ku do të prezantohen edhe 16 këngë të tjera. Në fund, do të shpallen fituesit e çmimeve kryesore, ku kënga triumfuese do të përfaqësojë Shqipërinë në skenën ndërkombëtare të Junior Eurovision Song Contest.